Para disa ditësh kryeministri Edi Rama zhvilloi një konferencë për shtyp për tenderat. Nuk ishte me ministren Përkatëse Diellën, por me drejtorin e përgjithshme të Agjencisë së Prokurimit Publik, Rejda Kashtën. Kjo e fundit është edhe negociatore për kapitullin 5 të antarësimit të Shqipërisë në BE. Tema ishte Shqipëria më mirë se sa Evropa për konkurrencën në tendera. Sigurisht të bën të buzëqeshësh. Rama ashtu siç manipulon gjithçka para opinionit, që nga shifrat e papunësisë tek turistët, votat, varfërinë, digitalizimin, kërkon të mashtrojë edhe Bashkimin Evropian. E si mund të jetë i besueshëm ky kryeministër që ka nënhetim për korrupsion me tenderat, nga zëvendës kryeministrat, ministrat, kryebashkiakët, drejtorët dhe deri tek kryetari i Komisionit të Prokurimit Publik? Numri i prokurimeve publike që janë mbyllur me fitues dhe kanë pasur vetëm një ofertues është 12%, ndërkohë që mesatarja e BE-s është 14%, deklaroi Edi Rama. Më poshtë do t'ju japim shembullin e një tenderi që tregon se kjo shifër nuk do të thotë asgjë. Realitetin e hidhur po ua faktoj më poshtë me shembullin e Bashkisë së Rik. Në prokurimin me objekt rikonstruksion rrugësh në njësinë administrative Gostim, më datë 5 maj 2025, morën pjesë 3 operatorë ekonomik. Fitues u shpall nipi e eksponentit të PS-s Adria Bazi. Në procedurën e firmosur nga kryetari i PS-s së Rik Tomor Zaimaj, biznesmeni Arbër Abazi de facto ka konkuruar me veten. 2 kompanitë të tjera pjesëmarrëse janë shënuar në sistem formalisht. Një nga 2 kompanitë përballë Arbër Abazit është Florida SHPK. Nuk ka dorëzuar sigurim oferte. Po si u qua ka pjesëmarrje pa paguar sigurimin e ofertës. Kompania me bazë në Kukës nuk ka paraqitur dokumentet bazë për të kualifikuar në tender. Mungojnë bilancet financiare, vërtetimi i tatimeve për xhiron vjetore, as në një punë ngjashme, as një cop letër që parashikohet në dokumentet standarde të tenderit. Ky operator vetëm sa ka hyrë në sistem, ka shënuar emrin, adresën, NIPT-in dhe shifrën e ofertës pa ngarkuar as një dokument tjetër.